së ushtrisë në Shqipëri. Shteti ka bërë shumë publicitet, ka gati 3 vjet që po flitet, por masa konkrete nuk po shohim ato. Do të thënë, ka ngelur përherë jemi në fazën e përgatitjes së terrenit, por veprime konkrete, tema konkret në rigjallërimin e industrisë ushtarake nuk po shohim. Kemi vonesa shumë të mëdha në lidhje me ato që ka premtuar shteti, së pari, dhe pengesat shumëta natyrisht që ka gjatë këtij procesi, zgjidhjes së këtij problemi, janë, si do thuash, pengesa subjektive dhe janë dhe pengesa objektive në të drejtim. Pengesa subjektive lidhen direkt me veprimtarinë e shtetit tonë, që për mendimin tim shumë herë nuk i merr seriozisht problemet kryesore të vendit dhe lidhur me ato që premton vullneti politik për të marrë përsipër dhe për të zgjidhur këto probleme, sidomos në fushën e mbrojtjes, dhe veprimtaria administrative e cila çalon në shumë drejtime dhe serioziteti për të shkuar problemeve deri në fund. Në Ministrinë e Mbrojtjes, politikat e mbrojtjes i bëjnë patronazhistët, do cilët as janë specialistë dhe qëllimi i tyre nuk është forcimi i mbrojtjes apo ngritjes së industrinë ushtarake, qëllimi i tyre është fitimet që mund të nxjerrin andaj të doja nga veprimet e ndryshme që mund të bëhen. Plus, zgjidhja e problemeve lidhet dhe me formulimin e kontratave që duhet të bëjnë shteti me kompani të ndryshme që do angazhohen për ngritjen e kësaj industrie, që është një industri me përgjegjësi dhe mjaft e vështirë. Ne një herë një kohë e kishim, pastaj e shkatëruam dhe tani duam ta ringrëm dhe ta vëmë në punë. Përveç kësaj, ka dhe i konkurrencë shumë të madhe në fushën e prodhimit të armatimit, kështu që nuk është e lehtë për të përballuar konkurrencën, sepse shumë kompani të fuqishme që prodhojnë armë duan të shesin, nuk duan që të kenë konkurrent në fushën e tyre, në tregun e tyre. Dhe së fundi, një nga pengesat kryesore në këtë drejtim është edhe impakti politik në Ballkan, ku shtetet nuk duan që të kemi një Shqipëri të fortë. Dhe sidomos në qoftë ne do bëjmë bashkëpunime me shtetet për shembull si Izraeli, të cilën nuk duan që të hyjnë në Ballkan tek neve dhe të merret me ngritjen e industrisë ushtarake. Pa bërë një seri problemesh për të zgjidhur, duke filluar nga problemet administrative dhe zvarritjet burokratike deri tek përplasjet politike në fushën dërkombëtare. Zoti Abile, pra, me që ju ndolet tek çështja e Izraelit, marrëveshjen e fundit, akoma nuk kemi diçka shumë konkrete për të ardhur nga media për ka synim madje deri jo vetëm tek këto preda mortaja, po deri edhe te dronët. Ju si shikoni, mundet që t'i prodhojmë tu, t'i marrim atje, është për tani, për më vonë, pra mund ka përcej 2030-ën? Izraeli është një shtet që ka një industri shumë të fuqishme ushtarake. Ka investime të mëdha dhe është në gjendje të prodhojë të gjitha armative që i duhen atij, sepse Izraeli ka qëndruar shkëlqyer është në luftë me të gjithë komshitë e tij. Ndjes, madje ne bashkë kemi folur deri edhe për një skenar të mundshëm që një pjesa, nuk e di si funksiononte, te kupolës e hekur që mund të merri për Tiranën. Po, kështu që janë bërë tentativa për të bashkëpunuar me Izraelin. Kompania jonë e ushtrisë, Kajo,
ka bërë bisedime me një kompani të fuqishme Elbit në Izrael. Kjo kompani vetë atje ka dhënë shumë problem, shumë lloje armatime teknike, furnizime të ndryshme që i duhen ushtrisë, dhe kjo në parim është treguar e gatshme të bashkëpunojë me ne. Është e gatshme të vijë, të investoj dhe të bëj prodhime të ndryshme. Natyrisht duke rënë dakord për çmime për të gjitha problemet e tjera. Dhe kompania Kajo i ka mbyllur bizedimet me këtë kompani dhe kompania jon pretendon të ketë rreth 20% të aksioneve me këtë bashkëpunim me kompaninë Elbit. Kompania Elbit është një bashkësi, kompani është një sistem, si është një korporat, është një kompani shumë e fuqishme. Dhe kjo kompania Kajo dhe agjencia shtetërore izraelite për kreditimet, ka një sigël Ashra, kanë rënë dakord që të financojnë, të mbështesin dhe të krijojnë industri ushtarake në Shqipëri. Marrëveshja parashikon prodhime të ndryshme, duke filluar nga përgatitja e materialeve të thjeshta që i duhen ushtrisë, veshjet, uniformat e tjera të kësaj natyre, të kalojnë me prodhime municionesh dhe armatimesh, kryesisht parashikohet si fillim prodhimi i një Tokyo Bus 155 mm, i cili është një top standard i NATO-s sot. Po për çfarë shërbimi? Ja, në qoftë se vleroni mund të japim disa parametra lidhur me këtë. Domethënë do provohet ky Tokyo Bus 155 mm Atmos, gamat e para të titullit të armatimit, një tip mortari SPA 120 mm do prodhon disa dronë. Një tip është Manix, një tip Tor. Manix është një tip droni i vogël portativ që mban ushtari në shtëpi. Dhe shërben për të kryer monitorime, për ndërlidhje, për filmime e tjera për të marrë informacion. Ndërsa ky